unë personalisht sigurinë kombëtare e shoh tek këto elemente. Padyshim që janë edhe individët që kanë mundësi për shembull me pas një rrezikim kundrejt sigurisë kombëtare. Por shefi i IT-s të AKI-s ka qenë personi i cili ka pas qasje të gjitha sistemat software të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, ka pas pajisje me të cilat ka mujt me i huazu të gjitha dhona. Dhe pyetja është sa mund ta rrezikoj. E ka arrestu AKI-ja, unë nuk po tham, e ka arrestu policia në bashkëpunim me AKI. A mund të rrezikoj edhe partneritetin me NATO-n? Sepse AKI ka bashkëpunim me NATO-n, me Shtetet Kjo Bashkuara të është Amerikës. ideja, sa unë kujtoj dhe dyshoj që nuk ka mirë besim të mjaftueshëm, domthonë zakonisht faktorin ndërkombëtar. Mirë besim midis partnerëve tonë dhe kam shumë frikë që institucionet ndërkombëtare nuk vendosin gjëra klasifikume tek neve për shkak sigurisë, mundësisë për mirësi, sidomos rasti i arrestimit të ish drejtorit të AKI-s në të IT-s ka qenë një shqetësim, e dytë shqetësim që ka dënimi i ish drejtorit të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë në lidhje me zbatimin e kërkesave të nivelit tjetër, në këtë rast Turqisë për arrestimin dhe dëbimin e gylenezëve. Kemi pas një vrasje në Agjencisë Kosovës për Inteligjencë. Janë këto të dhëna të mjaftueshme për me trajtu ne që merrem me aspekte sigurisë, kredibilitetin dhe besimin që SBA-ja, për shembull, të vendos produkte të klasifikuara në AKI ku e dihet që ekziston rreziku që ndodh edhe një rast komprometohet. Po është arrestu, Ridvan, më shumë se sa me u arrestu. Shefi i IT-s nuk e di se deri ku duhet me shku. Megjithatë këto institucione duhet. Pa ajo shka me e keqe, Ridvan. Deri më tani, unë besoj që as ti si gazetar të suksesshme, po. Unë besoj që ti deri tani si gazetar të paktën nuk e kam dëgjuar që një medium apo gazetar kanë treguar se çka ka ndodhur pastaj me ish drejtorin e IT-s të AKI-s. Jo. A është dënu, a nuk është dënu, a është grita këtë akus. Dhe kjo është ajo pjesa e trajtimit të spionazhit, domthon. A ka pas fuqi spionazhi për menal edhe ndjekjen ose publikimin e dënimit eventualisht të tij saj. Pjesa tjetër që mbetet gjithashtu është shqetësuese është, ju kujtohet një rast shumë i ndjeshëm ka qenë ku AKI ishte përfshirë në riadhësimin e një fëmije prej Sirisë, Rion Zena. Ne kemi bisedu me protagonistin i cili e ka rikthy ku thuhet se e ka bërë të gjitha në vetën derisa kemi pas informacione publike se zyrtarët e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë janë ndaluar në Turqi për veprime domthonë kundërlishme dhe në kuadër të drejtave që ato s'kan pas drejt operimit në atë zonë. Prandaj mund të them që krejt këto detaje e bëjnë serioze masën. Edhe një fakt tjetër që duhet të përbem. Është arrestu shefi, siç thash edhe më parë, i IT-s në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, është dënu ish drejtori i Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, por nuk kemi të dhëna se çfarë ka bërë inspektoriati, institucioni që e mbikëqyr. Diskrecioni, në emër të diskrecionit, bën shumë veprime që unë personalisht i trajtoj në aspektin e spionazhit. Gjithmonë kur fokusi i qytetarisë është në drejtim të institucionit, ato bëjnë veprime, arrestojnë taktok dikë, bëjnë do që me defokusu qytetarin dhe me thënë, sikur se thotë, ka aksione të suksesshme. Për shembull rasti i Banskës ne e dimi që komplet ka qenë një angazhim i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Padyshim që SBA s'ka dalë me vendos bajrakin dhe ja ka adresu institucioneve tona pjesën me rrit. Dhën shumë ta që ashtu me rrit kredibilitetin e SBA. 90% veprimet e saj që i ka bëja ka foturu Kosovës në mënyrë që Kosova mu konsideru si një historie të merr meritat, sepse SBA po mund të them po vlerësohet në historinë e suksesit që e ka Kosova.